ta kemi si rallë, mund të replikojmë pas këtij rundi. Meta. Definitivisht mund të konkludojmë se për një qeveri të tillë dhe një qeverisje të tillë, Kosova më nuk ka nevojë. Ne jemi miq të gjithë këtos, gjithashtu edhe me fjollën, mirë po këtë duhet ta themi. Qytetarët e Republikës së Kosovës kanë nevojë për një qeveri të tjetër. Jo qeveri monarke të lëvizjes vetëvendosje. Qytetarët i dhanë edhe 51% të votave dhe një kryeministër i tillë dhe një qeveri e tillë e përbërë nga vetëvendosja vrau, myti shpresën qytetare. Për atë program, për ato premtime të cilat vetëvendosja i mori 51%, nuk dha as 1% të tyre nuk realizoi. Është vëra shpresa. Është vëra shpresa qytetare, që nga viti 2021 dhe në zgjedhjet e fundit u konfirmua edhe një herë. Për shkak se një qeverisje e tillë ka dëshmuar, dhe tash unë argumentoj, që ka interesim më shumë për pushtet e jo për shtetin. Deklaratat publike të kryeministrit janë që... Kosovani është shtet për krejt. Absolutisht jo. Është shteti vetëm për interesat e tyre. Me që kryeministri edhe publikisht në deklaratat e tyre, edhe në takimet të veçanta me deputetet, por edhe nga foltorja e parlamentit, thotë që unë dua 80 deputet. Në të kundërtën do të shkojmë çdo 3 muaj në zgjedhje. Kjo është deklarata më brengosëse në jetën e ka thonë publikisht. Që i dëshiron 80 deputet pas zgjedhjeve të qershore. Shumicën për të maksimalizuar dhe për të formuar qeverisjen vetë. Për shkak se i do të 3 pushtetet. Pra ka thonë grupe më të ngushta. Ka thonë edhe publikisht nga foltorja e parlamentit, po e thonë. Ka thonë që unë do t'ju qoj çdo 3 muaj në zgjedhje. Nëse nuk e merë prej 80%, prej 80 deputetve dhe kjo është në kuvend. Dhe kjo është për mua deklarata më brengosëse në karrierën time politike. I nderuari Haris, sot qytetarët po largohen jo për shkak mungesës së pagave, po për shkak të një mirë qenjeje. Dhe 5 vitet e fundit, ku kjo qeverisje ka qenë në pushtet, rreth 150 qytetarë janë larguar nga Kosova. Dhe si që tha edhe përfaqësuesi nga 150.000. 150.000 qytetarë, 5 vitet e fundit kanë shua Kosova. Dhe duke shtuar kësaj edhe lirin për të ardhur nga pushteti, nga shteti i Serbisë për më të regjistruar këtu në Kosovë, si banor edhe ata të cilët asnjëherë nuk ka qenë banor të Kosovës, kjo është shumë e rrezikshme për ne në aspektin nacional. Unë dua të shkpus një çështje, një statistikë nga organizata botërore e shëndetësisë, e cila thotë, nëse ky trend i largimit të qytetarëve dhe i rënies së natalitetit, për të cilën kjo qeveri nuk bën gjë, nëse vazhdon ky trend i tillë, në vitin 2060 Kosova do të ketë veç 650.000 banorë. Paramendoni banorët e Prishtinës aktualisht ti shpërndash në për tërë territorin e Kosovës. Absolutisht një statistika shumë objektive. Pra rrezikon kemi minus 1 milion në numër të popullsisë. Është e vërtetë. Paramendoni një qeveri e cila kërkon shumicën ndërmuese për të formuar qeverinë vet, ndërsa nuk është në gjendje për më tepër se 700 ditë të largon dhe jo në komunën e Suarekës, e cila sot ka marrë pjesën më të madhe të autostradës. Dhe aty kemi pasur edhe humbje të njerëzve, humbje jete, ka humbje jetën vizitorë tanë nga shteti am, nga Shqipëria. I nderuari Haris, sot kemi një shëndetësi e cila është evobekët. Më mirë pas luftës, kur shërbimi terciar ka qenë me 850 punëtor, janë dhënë shërbime, se sot tani që kemi me mbi 3.500. Ju lutem, sot... Po thoni që më mirë ka qenë para 25-6 vjetëve, se sot shtash. Sot në klinikën e onkologjisë, vdesin pacientët tonë nga mungesa e marrjes së medikamenteve. Dhe ja po ta ilustroj me një shembull.
një pacient i cili ka përkrajnë familjare dhe ka kapacitete ekonomike e financiare, mund të siguroj një ilaç nga shtetet e jashtme, është duke jetuar që 6 vite në mirëqenie. Ndërsa ai i cili nuk mund të siguroj një ilaç të tillë, i rrezikohet jeta brenda 3 muajve. Dhe qeveria nuk e ka këtë hall. A di pse se nuk e ka këtë hall? Për shkak se unë, kur kam qenë në vitin 2021-2024, nga pozita e deputetit, kam kërkuar, kam kushtëzuar që të kompletohet domeni i barnave të listës esenciale në klinikën onkologjisë. Dhe kam kërkuar 6 barna dhe kam darë 5 milion euro. Janë fakte të cilët eksponentët qeveritar kanë premtuar që do të bëjnë një gjë të tillë. Edhe një diçka. Dhe nuk e kanë bërë që 2 vite. Gjithashtu, me kërkesën time, janë ndarë 1 milion euro për të formuar, për të ndërtuar një aneks në klinikën e psikiatrisë, ku do të trajtohen dhe rehabilitohen personat të cilët janë varës nga përdorimi i substancave narkotike e psikoaktive. Dhe a di çfarë ka ndodhur? Nuk është bërë asë një hapë më tutje. Do të thotë, 1 milion euro janë të ndara, nuk është bërë asë një hapë më tutje, dhe adin cilë është shifra e të rive tonë, të cilët sot abuzojnë me këto substanca. 50.000. 50.000. Nga mosha 10 vjeqare në praktikën time profesionale kam të ri, fëmi, i cili nga mosha 10 vjeqare ka filluar të bën abuzim. Dhe adin një fëmi i tillë në klasë, ka kapacitet për më indikuar edhe 4 fëmijë të tjerë. Para me ndoni në një klasë për 35 nxënësve, ku mesin e tyre është një përdorës i substancave dhe sa është indukimi ti. Dhe, kjo është në vetë një vrasja e shpresës, për shkak se kjo është barë për shoqërinë, për familjen dhe për të rinj tonë. Dhe nuk ka bërë ndonjë gjë, duke i pasur kapacitetet financiare. Dhe atë cilë është dëmshëria më e madhe kjo, më falë kolega Albana, atë cilë është dëmshëria, do të thotë, derisa ne kemi kapacitete kadrovike, kemi kapacitete financiare, kemi në buxhet, atëherë të mungon vullneti njeri. Dhe edhe në shkencën e shëndetit mendor, duhet të diskutohet kjo çështje kur ti si përgjegjës për një gjë të tillë nuk jep një shërbim. Pyetje.